Raporti ynë, sa i përket vlerësimit të përgjithshëm mbi procesin zgjedhor, ka një vlerësim që është mjaft i qartë dhe që u përmend edhe më herët. Zgjedhjet e 7 qershorit janë zhvilluar përgjithsisht në përputhje me standardet demokratike për zgjedhje të lira, konkurruese dhe të drejta. Administrimi i procesit ishte në përgjithësi profesional dhe demokracia në veprim nuk ka evidentu probleme cilat do ta cënonin integritetin e përgjithshëm të zgjedhjeve. Nëse do duhej që raporti në tërësinë e tij të përmbledhej në një fjali të vetme, besoj që është e qartë që teknikisht këto zgjedhje ishin dukshëm më të mira se sa ato që lan pas më 28 dhjetor, por politikisht, pra përtej pjesës teknike, këto zgjedhje janë dëshmi që vendi po hyn në zgjedhje për shkak të krizave që nuk zgjidhen përmes zgjedhjeve. Pra, kemi proces të rregull zgjedhor, por kemi një kontekst politik që vazhdon të prodhojë zgjedhje të përsëritura. Këto dyja absolutisht që duhet shihen si të ndërlidhura njëra me tjetrën. Sa i përket vëzhgimit të zgjedhjeve, në këto zgjedhje demokracia në veprim ka pasur të angazhuar rreth 750 vullnetarë dhe anëtar të ekipeve tjera profesionale, prej të cilëve rreth 600 kanë qenë të angazhuar vetëm në ditën e zgjedhjeve, prej të cilëve 500 si vëzhgues statik në përvend votime, 50 ekipe mobile, si dhe 50 operator cilët kanë bërë përpunimin e dhënave të pranuara nga tereni. Pas mbylljes së vendvotimeve, demokracia në veprim ka pasur rreth 100 vëzhgues të pranishëm në teren në secilën prej qendrave komunale të numërimit, të cilët kanë ofruar vlerësime mbi mbarvajtjen dhe integritetin e procesit të numërimit. Së pari, kur jemi tek administrimi i zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në pjesën dërmuese të operacioneve ka administruar procesin në mënyrë më profesionale, më të qetë e më funksionale se sa në të gjitha proceset paraprake. Vendimet kryesore operacionale janë marrë në kohë, derisa tensionet brenda KQZ-s kanë qenë më të rralla e më të pakta, mbase edhe për shkak të faktit se tashmë ka vendimarrje të etabluar nga institucionet e drejtësisë për pothuajse gjitha çështjet kontestuese, cilat kanë qenë temë në diskursin publik gjatë zgjedhjeve të dhjetorit, por edhe atyre të shkurtit të vitit kaluar. Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka vazhduar me performancë të pozitive në përgatitje teknike, koordinimin me strukturat komunale, mbështetjet për qendrat komunale dhe QNR-t, si dhe në përpunimin e të dhënave, që tregon se në fakt Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po vazhdon ta kryejë punën në mënyrë të suksesshme, pavarësisht tensioneve politike. Vlen të përmendet se Sekretariati ka dëshmuar edhe në këtë proces zgjedhor që paradoksalisht arrin që të organizojë zgjedhje dukshëm më të rregullta e më të mira në periudha të shkurtra kohore, derisa në afate 6 mujore, mbas edhe për shkak të përfshirjes së përfaqësuesve politik në secilën vendimarrje ka pasur mangësi të caktuara. Një prej përmirësimeve më të dukshme në këtë proces nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përkatësisht sekretariatit ishte komunikimi publik i KQZ-s. Në këtë proces zgjedhor, publiku, mediat dhe organizatat e shoqërisë civile kanë pasur informacione të rregullta për ecurinë e secilit aktivitet zgjedhor, për votimin jashtë vendit, për ditën e votimit, për mbarvajtjen e procedurave në qendra komunale, në QNR dhe për rezultatet përfundimtare. Për më tepër, edhe departamente tjera që janë marrë me publikimin dhe gjenerimin e rezultateve kanë bërë një punë e cila duhet vlerësuar pozitivisht, për shkak se KQZ-ja në kohë reale ka publikuar të gjitha të dhënat nga tabulimi i rezultateve në qendra komunale dhe në qendër të numërimit të rezultateve. Sidoqoftë, raporti evidenton një trend të vendimarrjes së kundërligjshme të KQZ-s në të paktën 3 instanca, përkatësisht në nxjerrjen e vendimeve apo miratimin e rregulloreve të cilat nuk kanë qenë në përputhje me bazën ligjore. It is a pleasure to join you today for the launch of Democracy in Action's reports on the 7th of June parliamentary elections. Let me begin by congratulating Democracy in Action, its member organizations, observers and volunteers for their commitment to independent and impartial election observation. The work you present today is an important contribution to democracy in Kosovo. Elections go beyond election day. They are part of a much broader process, one that depends on credible institutions, respect for the rule of law, political responsibility,
and, above all, public trust. The preliminary findings of Democracy in Action provide reasons for both recognition and reflection. The 7th June elections were conducted in a generally calm, competitive and peaceful environment. The Central Election Commission administered most electoral operations professionally, while the Electoral Complaints and Appeals Panel and the Supreme Court demonstrated professionalism and respected the applicable deadlines. These are important achievements. At the same time, independent observation is valuable exactly because it identifies where further improvements are needed. The reports point to concerns including difficulties for voters in locating polling stations, accessibility barriers for persons with disabilities, ballot secrecy, inconsistent application of certain procedures, the use of public resources during the campaign, and challenges in the digital information environment. These are not simply technical issues, these are issues of trust. Citizens must trust that the rules apply equally to everyone and that their vote is secret and protected, and that institutions will respond when the rules are not followed. This brings me to my second point, institutional accountability. The discussion surrounding Electoral Regulation 04/2026 is particularly relevant. In its May public reaction, Democracy in Action raised concerns that the new regulation introduced requirements and powers that, in its assessment, went beyond the framework established by the law on general elections. It also expressed concern that civil society had not been consulted before the regulation was adopted. Whatever the institutional or legal debates surrounding these provisions, the broader principle is clear. Strong institutions must also be accountable institutions. Institutions administering elections must act lawfully and transparently, welcoming independent observation as a safeguard that complements public institutions, informs citizens, and strengthens accountability through dialogue and corrections where necessary. The third point is political responsibility and democratic stability. The 7th June elections took place after a prolonged period of political uncertainty and represented the third nationwide electoral process in approximately 16 months. Elections are essential to democracy, but elections cannot substitute for functioning institutions. Democratic politics requires competition, but it requires also compromise. Political actors must be able to disagree without allowing disagreement to prevent institutions from functioning. This is a lesson that Switzerland knows well from its own political experience. But let me be clear, we do not suggest to replicate any Swiss model here in Kosovo. Duke marrë parasysh se Kosova është një shtet I ri me demokraci parlamentare dhe se ende ka një rrugë shumë të gjatë për të arritur standardet më të larta evropiane në proceset zgjedhore, Suedia konsideron se vëzhgimi dhe monitorimi I zgjedhjeve luajnë një rol kyç dhe të pazavendësueshëm. Vëzhgimi I zgjedhjeve ndikon në forcimin e besimit publikut dhe garantimin e transparencës së procesit zgjedhor. Prania vëzhguesve kontribuan në rritjen e llogaridhënies, integritetit dhe besimit në institucionet demokratike. Çdo gjetje, rekomandim apo propozim ka vlerë të madhe dhe kontribuan në përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit zgjedhor, si dhe në reformat e ardhshme. Zgjedhjet parlamentare në Kosovë dëshmuan edhe një herë përkushtimin e vazhdueshëm të vendit ndaj parimeve demokratike. Vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar vlerësuan se procesi zgjedhor ishte në përgjithësi I qetë, I administruar mirë, duke u mundësuar qytetarëve që të shprehin lirshëm vullnetin e tyre politik. Mirë po në fund, duam të potencojmë që është shumë e rëndësishme. Votimi është një drejtë themelore e njeriut dhe duhet të ushtrohet dhe të respektohet si e tillë. Çdo vot e ka vlerën e vet dhe mund sjellë përmirësim dhe zhvillim në jetën tonë edhe në jetën e shoqërisë tonë dhe vendit tonë. Ata që zgjedhin të mos marrin pjesë në procesin zgjedhor, humbasin një mundësi të rëndësishme për të ndikuar në drejtimin e vendit. Çdo ndryshim fillon me votën tonë. Prandaj gjithë duhet ta shfrytëzojmë këtë drejtë dhe përgjegjësi qytetare, sepse demokracia ndërtohet nga pjesëmarrja aktive
e secilit prej nesh pa dallim. Siç keni mujt me pa, konteksti politik që karakterizoi këtë fushatë zgjedhore, kryesisht u ndikua nga përplasjet e mëhershme mes subjekteve politike, u karakterizua kryesisht me atë fajsimin e njërit subjekt tek tjetri se kush e kishte përgjegjësinë për mos konsolidimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe kush ishte fajtor pra për bllokadën dhe kush na çoi në zgjedhje përgjithsisht. Prandaj edhe përmbajtja e fushatës nuk kishte ndonjë risi nga ato të 28 dhjetorit. Programet e partive politike kryesisht ishin një riambalazhim i premtimeve të mëhershme, madje disa u publikuan edhe në formë të zotimeve për këto zgjedhje. Ciklet e shpeshta zgjedhore ndikuan edhe në një mobilizim më të ulët qytetar, një mungesë të interesimit nga vetë qytetarët për këto zgjedhje, pra përgjithsisht kishte një lodhje nga ciklet e shumta zgjedhore që u mbajtën në këtë periudhë. Sa i përket kornizës ligjore, korniza ligjore për fushatën zgjedhore kryesisht rregullohet me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, në ligjin për financimin e subjekteve politike dhe rregullat e Komisionit Qendror Zgjedhor. Këto përgjithsisht i mundsojnë partive që të organizojnë lirshëm tubimet e tyre, por gjithashtu kanë edhe ato kufizimet për përdorim të resurseve publike, zyrtarëve shtetëror e kështu me radhë, të cilat jo gjithherë do të respektohen nga ana e subjekteve politike. Megjithatë, për shkak të trendeve të tanishme, siç është për shembull përdorimi i rrjeteve sociale, kjo ende mbetet jashtë rregullimit ligjor, ende është sfiduese për shtetin e Kosovës, po besoj edhe për shtetet e tjera që të ndjekin në tërësi gjithë reklamimin që bëhet online në rrjetet sociale nga subjektet politike, sidomos nga qindra faqe që janë të palëve të treta, influencerëve të ndryshëm, që përgjithsisht janë jashta llogaridhënies për shpenzimet dhe mbështetjen që ato ju japin partive politike. Pra, korniza ligjore kryesisht i mban transparente dhe llogaridhënëse subjektet politike, por shumë më pak i mban llogaridhënës kandidatët individual, si dhe shpenzimet e tyre online dhe shpenzimet që bëhen nga palët e treta pra për këto subjekte. Një aspekt tjetër që po mbetet i pambuluar nga korniza ligjore është edhe parafushata, siç e dini ju, në momentin që shpallën zgjedhjet, subjektet politike fillojnë menjëherë me ndërtimin e fushatës së tyre, pra përdoret kryesisht platforma online, dhe kjo periudhë pothuajse mbetet e pambuluar nga korniza ligjore dhe subjektet politike nuk kanë ndonjë obligim të jenë transparente apo llogaridhënëse në mënyrën se si e zhvillojnë parafushatën. Pra që nga data e shpalljes së zgjedhjeve, partitë politike kanë filluar menjëherë me publikimin e sloganeve të tyre, me numrat, pastaj edhe me takimet që kanë mbajtur me zyrtarët nga niveli lokal, do thot një përgatitje shumë e theksuar, më shumë mund të them në kohën e parafushatës sesa gjatë fushatës zyrtare që e kanë pasur do thot në dispozicion subjekte politike. Një problem shumë i madh gjatë kësaj kohe u shfaq me barazinë e garës, pra apo cenimin të barazisë së garës, me vendimet e qeverisë në detyrë, vendimet financiare, të cilat filluan qysh nga data 22 maj, pra shumë ditë para datës së zgjedhjeve dhe me njëherë pothuajse pas shpalljes së datës së zgjedhjeve. Vendimi i parë u mor me 22 maj, pra 6 ditë para fillimit të fushatës zyrtare dhe 16 ditë para votimit, ku qeveria në detyrë e miratoi pakon në përballje me inflacionin 2.0, që kishte të bënte me një mbështetje prej 100 eurosh për pensionistët, fëmijët, punëtorët e sektorit jo publik, studentët e kështu me radhë, pra që me njëherë vuri subjektin politik që udhëheqte me qeverinë në një avantazh në garën zgjedhore, duke cënuar kështu subjektet të tjera të cilat po merrnin pjesë në garë. Edhe kjo çështje fatkeqësisht nuk po mbetet e parregulluar nga korniza ligjore, pasi që ligji për qeverinë nuk është se jep do thot kufizime shumë specifike për qeveritë në detyrë se çfarë lloj vendimesh mund të marrin gjatë kësaj periudhe, por edhe në aspektet ku është e rregulluar nuk është se po ka një respektim nga ana e qeverive në detyrë sa i përket kësaj çështje dhe vazhdimisht pothuajse në çdo palë zgjedhje kemi hasur këtë fenomen e që duhet të rregullohet sa më parë.
4 ditë më vonë me 26 maj, qeveria në detyrë po ashtu ka ndarë 2 milion euro për zbatimin e masës mbështetja e Mërgatës, që kishte të bënte me subvencionimin e linjave ajrore për qytetarët të cilët po udhtonin në Kosovë gjatë kësaj periudhe. Sa i përket përmbajtjes së fushatës, ofertave politike dhe ankesave zgjedhore, se si ka më lartë, pra programet e partive ishin kryesisht një riambalazhim i premtimeve të vjetra. Çka është vritur është dhe që po vazhdon, po besoj jo vetëm këto zgjedhje, por edhe më herët është një centralizim i garës tek liderët. Janë ata pra që po kanë hapësirën më të madhe për të shpalosur këndvështrimet dhe ofertat e tyre, duke u lënë një hapësirë më të vogël kandidatëve, por edhe sidomos grave, do të thotë barazia garës vrihet apo mos barazia garës vrihet pra edhe te ky aspekt që lideri merr hapësirën më të madhe, qoftë në tubimet politike, në diskutimet në media e kështu me radhë. Po shpjegoj pak pjesën e metodologjisë së monitorimit. Nga aspekti i mediave online, janë monitoruar 152 portale, të cilat operojnë në Kosovë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe. Ndërsa sa i përket monitorimit sistematik, janë monitoruar pothuajse mbi 902 kandidatë, të cilët kanë qenë në garë zgjedhore në zgjedhjet e fundit, duke përfshirë faqet zyrtare të subjekteve politike, faqet zyrtare të kandidatëve për kryeministër dhe gjithashtu faqet zyrtare të kandidatëve dhe kandidatëve për deputete. Gjatë këtij monitorimi sistematik kemi vërejtur që janë bërë 423 shkelje, të cilat janë kryesisht gjuhë e urrejtjes, të bëra në faqet zyrtare në Facebook, por të cilat kanë qenë kryesisht nga palët e treta dhe jo domosdoshmërisht nga kandidatët për deputet dhe për deputete në këtë drejtim. Më së shumti shkelje janë bërë kryesisht në dy rrjete sociale, të cilat janë në Facebook dhe në TikTok, çfarë tregon një ndryshim, se tashmë kanë filluar më shumë të bëhen edhe komente në rrjetin social TikTok, se sa ka qenë më herët në Instagram dhe në kanalet të tjera, ndërsa shohim që Facebooku ende po mbetet si kanali kryesor i përdorur nga subjektet politike dhe gjithashtu nga qytetarët për të marrë informata gjatë fushatës zgjedhore. Nga natyra e shkeljeve të raportuara, e shohim se 299 raste janë gjuhë të urrejtjes, pra është përqindja më e madhe në këtë drejtim. Pastaj kemi 117 raste janë gjuhë shpifëse dhe gjithashtu gjuhë përçmuese, dhe kemi raste tjera me disinformim dhe keqinformim, dhe kemi raste që janë përdorur memes, të cilat kanë shënuar ulje në këto zgjedhje, sepse kanë qenë më aktive në zgjedhjet e kaluara. Nga përmbajtjet të cilat janë postuar në këto shkelje, pjesa më e madhe qëndron tek komentet e këtyre postimeve, ku janë 406 komente në 8 postime të shkruara, 7 video të shpërndara dhe 2 janë në postime dhe fotografi. Ndërsa palët më të shënjestruara në këtë drejtim kanë qenë kandidatët individual të subjekteve politike që kanë garuar në këto zgjedhje. Ndërsa sa i përket aktivitetit në rrjetet sociale, e shohim që në ditën e 5, të 8 dhe në ditën e 10 të fushatës zgjedhore ka pasur më së shumti postime dhe gjithashtu më së shumti reagime nga qytetarët gjatë këtyre ditëve. Dhe shohim se vetëm në ditën e fundit, në ditën e 10, kryesisht janë realizuar 42% të gjitha postimeve në ditën e fundit të fushatës zgjedhore. Siç e thash edhe më herët, gjuha e urrejtjes është më e përdorura dhe më e shpërndara gjatë kësaj fushate në rrjetet sociale, në kryesisht të bëra në Facebook, dhe janë deklarata të drejtë për drejta dhe jo përmbajtje humoristika apo satirike, të cilat kemi bërë analizën e këtyre komenteve, që janë bërë nga palët e treta në pjesën e fushatës zgjedhore të realizuar në pjesën online. Ndërsa sa i përket pjesës së komenteve, e shohim që një pjesë e madhe komenteve është bërë kryesisht nga përdoruesit të cilët janë simpatizantë të subjekteve politike, me që kur kemi parë edhe postime, kemi munduar të identifikojmë sa janë vetëm komentues të rëndomt, apo kanë prapa në fotografitë e tyre edhe simbolet të subjekteve politike që kanë bërë komente, dhe shohim se palët e treta dhe simpatizantët janë ata që kanë bërë më së shumti komente në këtë drejtim, dhe janë kryesisht janë aktivizuar vetëm me shkrim, duke mos postuar fotografi apo video në këtë drejtim. Sa i përket kandidatëve apo parti politike, kush ka qenë më të shënjestruar, e shohim që janë kandidatët individual, me që bëjnë edhe më shumë postime, janë më aktiv gjatë fushatës zgjedhore për votuesit e tyre, e shohim se kanë qenë edhe kandidatë më i madh i qytetarëve në këtë drejtim për të atakuar me komente negative dhe jo të përshtatshme gjatë fushatës zgjedhore. Ajo çfarë ne kemi monitoruar janë 11 televizione në nivel mbëllim kombëtar, do të thotë 9 në gjuhën shqipe dhe 2 në gjuhën serbe. Janë monitoruar mbi 11 orë kronika zgjedhore, të cilat transmetohen kryesisht brenda edicioneve qendrore të lajmeve në kuadër të këtyre televizioneve. Janë monitoruar 183
orë debate televizive, debate këto që janë transmituar në prime time, që ne konsiderojmë që kanë filluar kryesisht nga ora 20 deri në mesnat, pra kanë qenë gjithsej 171 emisione ose debate politike gjatë gjithë kësaj periudhe që ne kemi monitoruar. Ajo që është analizuar nga ky monitorim janë kronikat zgjedhore, hapësira mediatike për subjektet veç e veç, për kandidatët kryeministër, për kryeministër dhe deputetët dhe përfaqësimi gjinor. Gjithashtu në debate televizive kemi monitoruar pjesëmarrjen e subjekteve, përfaqësimin gjinor dhe cilësinë e diskutimit programor. Po ashtu, një detaj tjetër që është edhe i përfshim në këtë raport, janë monitoruar faqet zyrtare të 5 partive politike në rrjetin social Facebook për të parë nëse këto faqe promovojnë edhe kandidatët për deputet dhe jo vetëm kandidatët apo priset kryesorë të partive, këtë rast kandidatët për kryeministër. Gjithashtu kemi bërë edhe monitorimin e Komisionit të Pavarur për Media. Sa i përket kronikave zgjedhore, mbulim mediatik si pas subjekteve politike, në këtë rast nga të dënat të përgjithshme të monitorimit të këtyre 11 televizioneve, e para që ka dalë është Partia Demokratike e Kosovës, që ka mbulimin më të madh me 24%, ndjekur nga LDK 23%, LVV 22% dhe AK 21%. PSD dhe lista serbe kanë pasur dukshëm më pak hapësirë me vetëm 6% respektivisht 3%, ndërkaq 2% është mbulimi total mes të gjitha subjekteve tjera më të vogla politike. Në kronikat zgjedhore, tash këtu kemi një dallim, përderisa atje ishte PDK-ja para në total, për kandidatët për kryeministër që kanë dominuar në hapësirën në kuadër kronikave zgjedhore, këtu prin Albin Kurti me 74, Bedri Hamza me 65, Ardian Gjini me 40, Lumira Bligjiku me 35 dhe Dardan Mulliqaj me 11. Vëmendje brenda kronika partijake është përqendruar kryesisht tek liderët, do të thotë Albin Kurti dhe Bedri Hamza, duke lënë hapësirë dukshëm më të vogël për kandidatë të tjerë për deputet. Sa i përket përfaqësimit gjinor në kronikat zgjedhore, shihet një pabarazi e madhe, pavarësisht që në këtë palë zgjedhje kemi një përqindje më të madhe të përfshirjes së grave, do të thotë 58% ka arritur përqindja hapësirës televizive për kandidat për deputet, shkoi te gratë, mirë po kjo përqindje ka një diskrepancë ta them mes gjitha kandidateve gra, nga 38 minuta, rreth 38 minuta të dedikuara për gratë kandidate, 31 minuta kanë shkuar vetëm për kandidatën Vjosa Osmani Sadriu, ndërkaq 6 minuta për gjitha gratë e tjera. Do të thotë një kandidate mori 5 herë më shumë kohë televizive se sa kandidatë tjera gra së bashku. Sa i përket debateve televizive, formati dominuar ka qenë nga prezantimi individual, do të thotë rreth 94% të debateve kanë qenë vetëm me një subjekt apo një kandidat, 45 debate kanë qenë vetëm me analist, 15 me shumë subjekte politike, 9 kanë qenë duele mes 2 subjekteve politike dhe 8 kanë qenë forma të tjera. Do të thotë nga 171 emisione që janë monitoruar. Do të thotë vetëm këto 9 kanë qenë duele mes 2 partive apo më shumë. Fatkeqësisht edhe debatet nuk e ofruan një ekuilibër gjinor, pjesëmarrja në debate nga 200 paraqitje, 19 prej tyre ishin gra nga subjektet politike dhe 81% burra. Cilësia e debatit publik, mund të themi që ka pas më shumë akuza mbi programe, se sa që kemi pas një diskutim që është fokusu në program që kanë ofru partit politike. Kemi pas gjuhë denigruse, në disa emisione u regjistrua gjuhë denigruse dhe etiketuse ndaj kundërshtarëve, por edhe nga vetë analistët. Verifikim të kufizuar kishim në debatet ofruan pak hapësirë për testim kritik të realizueshmërisë financiare ose premtimeve elektorale që partit flisnin në kuadër të këtyre debateve dhe gjithashtu kishim përfaqësim të ulët të grave. Sfida kryesore mbetet jo mungesa tema politike, por mungesa një strukturë të debatit që do t'i detyrojë subjektet politike të shpjegojnë shumë qartë se çfarë premtojnë, si realizohen ato dhe kush duhet mbahet përgjegjës për ato premtime.